të dashur qytetarë të Republikës, mbrëmjen e së mërkurës u pikëlluam e u tronditëm të gjithë nga lajmi për vdekjen tragjike të 3 shtetasve të Republikës Kosovës në një kantier ndërtimi në Aslergrund të Vjenës në Austri. Në emër të Qeverisë Republikës Kosovës, në këto momente të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet Bajrami, Musliu dhe Zeka, si dhe të gjithë atyre që janë prekur nga kjo ngjarje e rëndë. Pajtimi Aslani dhe Istrefi do të kujtohen për herë si punëtor e bashkëdhetar. Vdekja atyre tragjike, duke punuar jashtë vendit, duhet na shërbej si moment për kujtesje e reflektimi për sakrificën dhe mundin, shpesh herë jo të çmuar sa duhet, të mërgatës sonë. Vënjen në limite të qenjes së tyre, duke u angazhuar për familjet dhe vendin tonë. Qeveria e Republikës Kosovës është në komunikim të ngushtë me ambasadën tonë në Vjenë dhe nëpërmjet saj me autoritetet austriake, për të ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme për familjet e të ndjerve. E tash në nderim të shtetasve tonë të cilët humbën jetën tragjikisht, duke punuar për veten dhe për familjet e tyre, e duke i kontribuar edhe vendit tonë, ju ftoj të ngritemi në këngë për 1 minutë heshtje. U preshin në paqe. Të nderuar kolegë, të dashur qytetar, jemi thellësisht të shqetësuar me demonstrimin e pajustifikueshëm ushtarak të Serbisë me helikopter dhe parashutist në zonat banuara me shqiptarën komunën e Bujanovcit fare pranë kufirit me Republikën e Kosovës. Një shfaqje e tillë e forcës ushtarake mbi shtëpi, shkolla, qendrat mjekësisë përbën jo vetëm trysni, nxitje tensioni dhe përpjekje për të friksuar banorët atje, e cila ka vite që po përballet me spastrim etnik administrativ nga regjimi autokrat në Serbi, por tregon edhe një provokim të hapur ndaj shtetit tonë të pavarur Republikës Kosovës. Këto provokime në afërsitë brezit kufitar në Karaçev, nga njësia e brigadës 63 parashutistëve të Serbisë, përmes stërvitjeve me helikopter H-145M dhe kërcënimeve me parashut, disa metra larg kufirit me Republikën e Kosovës, përbën një shfaqje të rrezikshme të agresionit. Kjo shfaqje bëhet edhe më alarmuese kur kujtojmë se e njëjta njësi ka trajnuar dhe mbështetur grupin e kriminalit Milan Radojčić, të cilët realizuan sulmin agresore terrorist në fshatin Banjës të Zveçanit kur vran rreshterin policor afrim Bunjakun, heroin e Kosovës. Këto lëvizje ushtarake të kombinuara me retorikën nxitëse të presidentit të Serbisë Vučić, se kinse Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm nga një aleancë Kroaci-Shqipëri-Kosovë, si dhe blerja e armatimit kinez dhe rus, konfirmojnë se Serbia po përdor ushtrinë si mjet shantazhi për të mbajtur rajonin e Ballkanit në tension të vazhdueshëm. Në një kohë kur siguria globale është tejet e brisht për shkak të agresionit të vazhdueshëm rus në Ukrainë, si dhe tensioneve në rritje në lindjen e mesme me Iranin gjithnjë më agresor ndaj fqinjve, Beogradi po shfrytëzon këtë moment për të sfiduar gatishmërinë e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë dhe në përgjithësi stabilitetin e Ballkanit perëndimor, sipas interesave të Serbisë dhe aleatëve të saj Rusisë dhe Iranit, që duan të kenë trazira, konflikte dhe paqëndrueshmëri gjithandej. Në anën tjetër, duhet të vrejmë dhe që Serbia këtë po e bën nga dëshprimi i saj. Së pari, tash nuk kanë më struktura
ilegale e paralele në Kosovë që të na destabilizojnë e cenojnë së brendshmi, andaj sillen e pështillen rrotull kufirit. Dhe së dyti, Serbia nuk mund ta mbajë më rajonin ton të Evropës juglindore peng. Ajo ka ngelur e fundit për nga indekset ndërkombëtare të demokracisë, drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit. Të gjithë ne të tjerët e duam bashkimin evropian, kurse ajo është përcaktuar për Federatën Ruse. Me këtë rast, thirrja jonë për shqiptarët në Preshevë, Medvegje, Bujanovac është që të mos bien preje politikave nxitëse, destabilizuese, autokrate dhe shtypse. Institucionet e Kosovës mbeten vigjilente dhe të gatshme për të përballur me çdo kërcënim. Por është koha që komuniteti ndërkombëtar të ndëshkojë këtë qasje destabilizuese të Serbisë, që kërcënon drejt për drejt paqen dhe sigurinë rajonale. Është koha e fundit pra që bota demokratike të dënojë veprimet e tilla të përsëritura të Serbisë dhe të ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të shqiptarëve në Preshevë, Medvegje dhe Bujanovac.